miq prizmës. Ajo që më bëri përshtypje është qëndrimi i Ermal Metës për punën e revolucionit Flamingo. I veshur me një kostum të kuq, po me një të kuqës buz, të nuseve të reja, po thoshte që shikoni çfarë ndodh atje në Flamingo Revolution në Shqipëri prej ditësh, ku fshatarë dalin të protestojnë që po i merren tokat, e kjo po ndodh edhe në Sardenja, nuk e di, diçka të tillë. E para i pa informuar mirë, edhe nëse nuk është informuar një gjë, po nëse është informuar dhe pastaj keq interpreton faktet, kjo është dobësi e madhe për një këngëtar të madh dhe njëkohësisht kantautor të madh shqiptar, por në Itali. Sigurisht ai nuk është një italian. Ai është një shqiptar. Është një italian i zot për sa i përket muzikës dhe interpretimit, po mbetet një shqiptar. Dhe duke qenë se mbetet një shqiptar, duhet patjetër që të jetë i mirë informuar. Unë kam përshtypjen që ai është i majtë dhe kam përshtypjen që është ultramajtist. Mirë po, mund t'jesh me Partinë Demokratike aty, ish komunistat e dikurshëm që u bë pastaj e majta demokratike, tash është Partia Demokratike. Me Partinë Demokratike të Eli Shlajnit. Po më duket më tepër sigurisht me Ilaria Salis. Sepse sigurisht në Shqipëri të tillë nuk bëjnë hajër dhe ke e majta dhe ke e djatha shqiptare, po as ka ata që e quajnë veten të majt. Një diçka bile duhet ketë parasysh një njeri që mbase nuk është informuar, por unë them që Ermal Meta është informuar dhe keq interpreton faktet. T'ju thush fshatar atyre që protestojnë atje, fshatar, më thanë që s'ke idenë se ç'po ndodh në Tiranë. Edhe ke idenë sepse kanë dalë për të mbrojtur Zvërnecin. Tash se ekziston kjo punë. Po për të kuptuar që edhe në shesh nuk i honepsin këta të majtës, mund t'i sjellë Arlin Qorri, në tjetër po, jo sheshi, është se erdhën, provuan që të vinë ata të Zumut flotiljes, dhe të dilin në qendër Tiranës, të largonin flamurin shqiptar, të vendosnin flamurin palestines dhe flamurin gay, dhe të marrin fjalimin e tyre pro Palestinës dhe kundër Izraelit dhe kundër Amerikanëve dhe kundër Trumpit, dhe sheshi i dashur Ermal Meta nuk i la. Ata që po protestojnë, që ti u thua fshatar, në fakt ata janë shumica verior aty. Se Progni është verior, Vatnike është verior, Ajkola është verior, Ajleshi është verior. Shumica janë verior aty. Edhe nuk janë të shkretët fshatar, si thot Ermal Meta, po janë qytetar normal. I ulën këta të Zumut flotiljes sepse këta sigurisht janë të stër ideologjizuar, antisemit, anti-amerikan, anti-izraelit. Ata do marrin fjalimet e tyre. Fjalimet e tyre fillojnë e marrojnë kundra Izraelit, kundra genocidit në Gaza, kundra Trumpit, kundra Amerikës edhe kundra gjithësi komunistë janë, ultramajtistë. Po ky nuk është qëllimi i protestës, kështu që ata i kanë thënë dilni këtej. Dhe Ermal Meta sigurisht është i informuar, por ka kaluar komplet pastaj atë që i thonë këtu ke ne Ylberin, dhe për mua mund vishet çfarë doj me të kuqe kam edhe unë këtë, por nuk mund bëhet me kuqen as të komunistave, as të ylberistave, për të interpretuar faktet e atë dheut ti. Vendi i tij është vendi i tij. Dhe vendin e tij ai duhet ta njohë, duhet të qëndrojë, duhet të jetojë me vendin e tij, me Shqipërinë. Nuk mund të flasë si italianët, që emigrant italian që rrinë ndali s'din asgjë posaçërisht për Shqipërinë dhe bëjnë gam-gam prej atij, si nga të gjithë diasporat. Pa u njohur mirë me situatën, pa e ditur mirë se çfarë kërkojnë, dhe sidomos duke i transformuar dhe i degraduar gjërat në mënyrë si them tash, në mënyrë jo kaq të ndershme, jo kaq të moralshme. Këtë punë ka bërë edhe Ermali. Mirë po, ajo që mund të them unë është se sheshi nuk është kështu. Edhe ai shesh që sigurisht unë jam kundër atij në mënyrë decizive, të plot, qartë, nuk është deri në këtë pikë me ultramajtizmin dhe me komunistat si botëror dhe italian dhe evropian. Nuk është me to, nuk mund të jetë me to. Sepse ata sigurisht kanë hesapin e tyre, duan të nxjerrin hesapin e tyre
me lëvizjen në Tiranë. Duan po gjërat e tyre, marrëzirat e tyre, globaliste, të agendave nga më idiotet në botë, antisioniste, anti-amerikaniste, anti-NATO-s, anti-bashkimit evropian, gjitha janë anti këta, këta janë anti për çdo gjë, këta janë anti jetës njeriut. Sepse kështu kanë lindur, për mrapsh kanë lindur dhe janë tolerohen nga demokracia, sepse diktatura do ja kishin prerë veshët. Por me që demokracia i trajton si të llastuarit e saj, ultramajtistët në demokraci janë të llastuarit e demokracisë, sepse me to justifikohet. Me fashistët nuk i toleron shumë. Po këta maskare, devijat, antifamilje dhe anti-njeri, llastohen në demokraci sepse me këto justifikohen. Shiko sa demokraci kemi. Kur këta dalin sheshe dhe nxjerrin bagla nga goja e tyre, të gjithë autokracit, të gjithë vendet e korruptume, të gjitha justifikohen. Shikoni, këllem ne të flasim. Sepse këta sigurisht i bëjnë keq vetëm popullsisë, aty vetëm shoqërisë. Këta nuk janë zotë të bëjnë keq as një lloj autokracijet në botë, as një lloj tiranokracijet, as një lloj vendi korruptiv, as kërkujt nuk i mund ta dëmtojnë këta, sepse këta janë të dëmtuar në tru, përfundimisht, edhe si ideologji, po edhe si njerëz. Dakord, miqtë e mi?